Mirëmbrëma dhe mirë se po takohemi. Edhe sonte jemi bashkë në kuadër të emisioneve që kanë të bëjnë me muajin e Ramazanit. Data shënon 8 dhe është dita gruas, dita kur festohet edhe nderohet gruaja në kënd botës. Prandaj më lejoni nga kjo studio të gjitha nënave kudo që janë, t'ju uroj 8 marsin duke ju dëshiruar mbarësi, shëndet dhe lumturi në jetë. S'kishim se si të mos flisnim sot edhe për gruan, për dashurin ndaj prindërve, për nevojat e gruas në Ramazan, dëshirën e saj për të qenë sa më qëndësore në secilin obligim të saj. Gjithsesi, bisedën do ta zhvillojmë me një grua punëtore, intelektuale, e cila na ka nderuar sot në këtë fest. Mirë se erdhe dhe faleminderit zonja Violeta Smajlaj Myrta, njeri udhëheqëse e Departamentit të Gruas në kuadër të Këshillit të Bashkisë Islame në Gjakov. Mirë se erdhe. Mirë se u gjetëm Eldita, faleminderit për ftesën. Më lejoni t'ju uroj 8 marsin, më lejoni t'ju uroj gjitha të mirat juve dhe gjitha grava aty në Këshillin e Bashkisë Islame në Gjakov. Faleminderit, uroj urime edhe për juve dhe gëzofshin gjithë mirat. Si po ecën Ramazani, shkoj një javë dhe gjithsesi një javë begatshme besoj për secilin grua e cila me shumë dashamirësi përpiqet të realizoj secilin iftar më të mirë se tjetrin. Ramazani si çdo herë shkon për mrekulli, çdo besimtar ndihet ndryshe gjatë këtyre ditëve, janë ditët më të mira të vitit, ku mundohemi që gjithë potencialin, energjinë që kemi ta shfrytëzojmë në punë të mira, duke i bërë ditët më të begatshme, më të lumtura për t'u afruar te Zoti, por edhe për të qenë më afër njëri tjetrit. Faleminderit. Koha në për cilën po ndodhemi sot duket sikur është një sfidë për edukimin e fëmijëve, të përballur para shumë ndryshimeve të cilat janë të shpeshta. Si po ecën edukimi fëmijëve përgjithsisht në shoqërinë tonë, apo vlerësohet si një sfidë me cilën duhet përqasemi nga viti në vit për të ndryshuar edhe ne konform kërkesave të edukimit të tyre? Po, gjithmonë edukimi është nënshtruar sfidave, në cilën do kohë do thotë ka pasur sfida dhe tani ka ndonë që janë më ndryshe se ato më përpara, por edhe do ketë, edhe tjera ndoshta që ende që nuk i kemi hasur. Fillimisht mund themi se edukimi është misioni më i mirë që ka njeriu në këtë jetë. Secili prind dëshiron që të transformojë vlera dhe ato më të mirën tek fëmijët. Megjithatë, është një sfidë e vazhdueshme e kohës, i cili i nënshtrohet ndryshimeve të njëpasnjëshme, po jetojmë një tranzicion i cili nuk është i lehtë, sepse nga një kulturë tjetër, ishim në të kaluarën do thotë si kemi pas një qëllim tjetër, kemi pas çlirimin e vendit. Ndonë se edukimi don një dashuri të përkushtuar për fëmijët, ndoshta gjyshave tona, nanave tona, kjo edhe ju ka munguar, për shkak se kanë qenë familje të mëdha, të angazhuara shumë në punë, roli i babait nuk ka qenë edhe aq prezant ndoshta sa është sot. Mirë po, unë gjithmonë e them, ndonë se nuk kanë pasur dhe aq kohë, mirë po nanën tjetër ato rritën çlirimtarët e vendit. Ato i rritën fëmijët me ninullat për t'ju rënjosur dashurinë për besimin, për kombin, për vatanin, i rritën gjeneratat në frymën e dashurisë për vendit, sakrificën për të, në të njëjtën kohë na mësuan nga ato lutjet të mbrëmjes, do thotë besoj që ato kanë bërë punën më të mrekullueshme, kanë treguar një reflektim të mençur në atë që ka qenë më rëndësishmja dhe esencialja e kohës. Ndërkohë që sot edukimi do thot nga me qenë se jemi çliruar, familjet tani janë më të vogla, ka një qasje, më prezencë të prindërve në jetën e fëmijëve dhe kjo e ka edhe anën pozitive, ndonë se sjell sfida. Por në përgjithësi edukimi është një përkushtim i vazhdueshëm, një udhëheqje e mençur, por edhe një mbështetje e vazhdueshme që don të përgatit fëmijën të jetë i pavarur, por në njëjtën kohë të jetë i aftë që t'jap kontributin e tij në shoqëri.
Besoj që sot ka sfida ndoshta nga më të ndryshmet me qenë se fëmiu sot ka një celular në dorë ku e sheh gjithë botën dhe nuk e dim nga kush mund të ndikohet, çfarë qarqe dhe çfarë qëllime kanë. Andaj megjithse po ka edhe aplikacione që po mund t'i vëzhgojmë, megjithatë është një sfidë e vazhdueshme që don një mbikëqyrje të kujdesshme, por edhe lirinë varësisht sipas moshës me shku duke mbikëqyrë për njëjtën kohë dhe duke lëshuar çaj hapësirën çaj të mbetësohet dhe të bëhet i përgatitur për sfidat që ka. Gjithmonë jeta ka pasur sfida dhe do ketë. A do thotë kjo që fëmijët tanë vazhdueshëm në kontinuitet të zhvillimit të personalitetit të tyre kanë nevojë edhe për mësime fetare, kanë nevojë edhe për zhvillimin e virtyteve të ndryshme, virtyteve njerëzore, humane, të cilat do t'i bënin ata personalitet në vete, por me vlera të mira në shoqëri. Po, Eldit, është më rëndësi të themi se besimi është i domosdoshëm që nga njeriu i parë dhe deri te ai i fundit. Vetë qenurit njeri do të thotë që është gabimtar, është i mangët, ka mangësi, që do të thotë se ka nevojë të plotësohet nga një frymëzim i brendshëm. Andaj këtu mund të përmendim një thënie të dërguarit Zotit, paqja qoftë mbi të, kur thotë kam ardhur për të përmbushur moralin më të lartë, që do të thotë se njerëzit kanë moral, edhe pa ndoshta njohuri të fesë, kanë virtyte mirë, po që feja është ajo që i përmbush gjitha ato hapësira apo mangësi. Dhe këtu do të thotë se morali dhe virtytet janë qendrore dhe të domosdoshme për zhvillimin e jetës në mënyrë të dinjitetshme. Prandaj edhe feja ka ardhur për të bërë njeriu e mirë, që do të thotë se të jetë i mirë i vetes, por edhe ai që do të kontribuojë në shoqëri. Andaj edhe sa i përket edukimit të fëmijëve, e tham që ka sfida e cila po i qet në një pozitë ndoshta edhe të dobët ndonjëherë edhe prindin ose të pasigurt, më mirë të themi, edhe prindërit, por edhe institucionin arsimor, sepse çdo mësues apo profesor don që të kalojë të përçojë vlera tek fëmijët përpos njësisë mësimore. Megjithatë, me qenë se ka një kohë të caktuar për njësinë mësimore dhe ka një numër goxha të madh të nxënësve, diku 30, 20 e sa brenda një klase, nuk është e mundur ndoshta që shumë të punohet me secilin. Prandaj mendoj se do të ishte një një ndihmes energjie ose potenciali që do t'ja lehtësonte edhe prindit edhe institucionit mësimor që fëmijët të kenë ku të mësojnë edhe edukat fetare. Vazhdimisht ka qenë kërkesa jona që të hynë në procesin arsimor dhe lënda fetare, sepse është ajo që rrënjos vlerat tek njeriu, por megjithatë, me qenë se nuk është realizuar, atëherë besoj që është domosdoshme që t'i dërgojmë fëmijët tonë në qendra fetare apo në xhami ku mësohen disa vlera, jo disa, po shumë madje vlera njerëzore, që është domosdoshme, një nevojë domosdoshme e kohës, sepse vetëm kështu besimi nuk është vetëm një ndjenje brendshme, por është një forcë e cila na udhëheq në çdo mendim dhe çdo veprim. Prandaj do të ishte e nevojshme që këta fëmijë e shoh të nevojshme që të kemi fëmijë që kanë ambicie të larta në realizimin e vetvetes, mirë po të njëjtën kohë të jenë të mbështetur edhe me virtyte të larta në mënyrë që ato i ofrojnë vetëm besimin në Zot. Kur them në qendra fetare, kam për qëllim do thotë qendra të cilat udhëheqen nga Bashkia Islame e Republikës Kosovës, sepse aty janë në duar të sigurta dhe çdo gjë që mësohet konform besimit të pastër, por edhe dashurisë për vendin, vatanin, që ata t'japin nga vetja ata më të mirën për zhvillimin e vendit, për një të ardhme më të mirë. Domethënë, ata fillojnë të krijojnë një lidhje ndryshe me institucionet fetare, nëse kanë të vazhdueshme shkuarjen aty, e pastaj duke mësuar ato virtyte fillojnë edhe t'i praktikojnë, apo?
Po, sigurisht, sepse aty edhe do shoqërohet me fëmijë të tjerë të cilët kanë në të njëjtin synim dhe e dim që fëmiu më shumë imiton se sa mëson. Do thotë ndoshta ndonjëherë më shumë e merr nga shoku dhe shoqet, pikërisht pse është më i lirë në atë aspekt, sepse ndonjëherë jo nga prindi merr gjithçka, merr një pjesë, por lën një pjesë, pra e ka një ndikim edhe shoqëria. Pastaj nuk është aty që mësohet vetëm rregulla fetare ose mënyra për të falur, po deshi të falet, po nuk deshi, askush nuk e obligon. Mirë po aty merr mësim edhe i shtohet vetbesimi, sepse kanë organizime të ndryshme, shëtitje të ndryshme, skeqe të ndryshme, shfaqje të ndryshme, ku ai edhe mëson vetën, edhe të del para masës, edhe të flet. Madje para disa ditë kishim një organizim dhe derisa po zhvilloi një prej fëmijëve, aty për aty e shpiku një skeq sa na befasoi dhe të gjithëve ju la mbres se si në atë moment do thotë ne ndonjëherë befasohemi me aftësitë e fëmijëve që kanë, që ndoshta edhe prindi nuk ka mundur që t'ia shoh ato shkatësi, pikërisht që sot edhe prindërit janë më të angazhuar, punojnë që të dë, ndonë se edhe kohën që e kalojnë me fëmijën nuk është edhe aq produktive, sepse prapë po them edhe kur janë bashk o me shkak të lodhjes ose ndoshta edhe teknologjia. Besa edhe teknologjia bën veten, kështu që me të vërtetë aty mësojnë shumë gjëra. Pra mësojnë që një zhvillim personalitetit, mësojnë virtyte që mos të bullizoj, që të jetë i sjellshëm, të jetë human, të jetë i durueshëm, të jetë ndihmues, të jetë do thotë gjitha virtytet që vetëm besimi është në gjendje të investoj aq mirë në njeriu. Kjo nuk do të thotë se bëhen perfekt, sigurisht ata do të vazhdojnë të jenë në natyrën e tyre si fëmijë, sepse nuk ka perfeksionizëm në këtë botë, por megjithatë janë shumë më të mirë. Zonja Violeta, më duhet ta ndërprej vetëm për pak qase, se është koha e ezanit të akşamit, është koha kur gratë kanë përgatitur iftarin dhe presin t'i mbledhin të gjithë familjarët afër tryezës. Do ta ndjekim ezanin e Ramazanit e do të rikthehemi për ta vazhduar diskutimin me zonjën tonë dhe tuajën të nderuar, zonjën Violeta. Pas ezanit kthehemi në diskutim, kemi mbetur aty tek rëndësia e shkuarjes së fëmijëve në institucione për të mësuar virtyte njerëzore. Nga praktikat e juaja në terren, e shihni se po zbatohet kjo?
Po, Eldita, dhe edhe me pyetjen paraprake, por që po lidhet me këtë direkt, se shpesh flasim me kolegët se sa ka ndiku ndoshta edukimi fetar në ata fëmijë që vinë dhe ndjekin mësimet fetare, shpesh apo të gjitha thonë se vërtet fëmijët që vinë dhe mësojnë edukatë fetare në shkollë janë më të suksesshëm në mësime, por edhe më të edukuar. Kjo nuk do të thotë që, po themi, nuk dalin nga natyra atyre, të qenurit fëmijë kanë ato lozjet e veta, ose mirë po megjithatë janë më të mirë dhe shkojnë duke u bërë edhe më të mirë, sepse vetë besimi i bën që të ndjehen më përgjegjës, u ashton ndjenjen e përgjegjësisë, vetëdijësimit, ndryshe është kur gjithmonë e din se po je në vëzhgim dhe ke një Zot i cili të përcjell, ndryshe është kur i friksohesh prindit, mësuesit, në mungesë të tij realizojnë çfarë don. Ndërkaq që besimi në Zot e ka një pjekuri të mbrëmshme që i bën më të moderuar, më të edukuar, dhe kjo është vërtet shkon në të mirë të personalitetit të tyre, por edhe të shoqërisë. Faleminderit. Duke qenë një grua aktive si udhëheqëse e një numri të madh të grave të cilat vinë në Bashkinë Islame, natyrisht e shihni edhe perceptimet të tyre, e shihni edhe angazhimet të tyre. Cila është situata e angazhimeve të grave të besimit islam, ato të cilat janë të vazhdueshme në departamentin e gruas? Do me thënë, takimet të tyre i kanë të shpeshta ose thjesht janë anëtare të rregullta në departamentin e gruas në Bashkinë Islame në Gjakov? Sa janë aktiva ato në jetën e përditshme? Po, ato janë gra që përveç se vinë, mësojnë mësime të Kuranit, mësojnë për familjen, etikën, sepse unë personalisht kam dhënë 2 herë lëndën e drejta familjare, që ka të bëjë me përgjegjësitë e 2 bashkëshortëve, komunikimin mes tyre diku për 20 orë me radhë, diku do thotë me muaj ka qenë një trajnim, dhe ato 2 herë me radhë dhe kam bërë këtë vetëm për nevojen që është në mesin tonë për një vetëdijsim më të madh, duke pa edhe që po rritet numri i shkuarëzimeve, po rriten edhe problemet bashkëshortore, falë disa faktorëve të kohës, por megjithatë këto gra sigurisht se realizohen edhe në aspekte të tjera, nga ato që vinë kemi mësuese, kemi motra medicinale, kemi të themi kompjuteriste dhe të profesioneve të ndryshme të cilat prezantojnë apo edhe drejtoresh ndonjëherë dhe thjesht ndihen më të përmbushura kur vinë dhe takohemi, çajm hallet, ndonjëherë këshillohemi, por gjithsesi krahas realizimit profesional e gjejnë veten edhe tek përmbushja shpirtërore. Vetëm kështu besoj që është më e mira që njeriu të vazhdojë të ecë drejt suksesit dhe përmbushjes së ambicieve të tij. Kur një grua është e përmbushur shpirtërisht edhe në aspektin fetar, në profesion gjithsesi edhe në aspektin fetar, cilat janë ato, mund të themi, dy elementet të cilat e bëjnë diferencën me gra tjera? Kur një grua është e përmbushur edhe në aspektin fetar edhe profesional. Cila është diferenca që e bën atë? Është më kujdesshme ndaj familjes, mund të jetë më njerëzore me veten, me të tjerët, me shoqërinë? Po, sigurisht besimi e pasuron njeriu në çdo aspekt. Ndonë se i përkushtohet më mirë edhe vlerës familjare. S'pa ku mundohet të jetë e tillë, sepse gjithmonë ka motiv Zotin. Domethënë, pikërisht për këtë ka ardhur feja, që ne vetë na bëjmë më të vetëdijshëm për qëllimin pse mi ardhur në jetë, dhe ky qëllim përmban pastaj shumë qëllime, përmbushjen në familje, përmbushjen në profesion, përmbushjen në të drejtë ndaj vendit, do të thotë në kontribut ndaj vendit, ndaj të afërmve që kemi përreth, dhe gjithsesi është në çdo aspekt është e përmbushur sepse edhe e ka kuptuar qëllimin pse ka në jetë, e din destinacionin ku do shkoj, e di se është gjithmonë duhet të jetë më vigjilente në mënyrë që të jetë më e moderuar në veprimet e saj, sepse për gjitha do jap llogari dhe kjo na bën gjithsesi të jemi më të kujdesshëm, na përkujton pastaj ato adhurime ditore që i kemi, falja namazit, e tash që jemi në Ramazan, agjërimi do thotë
veç sa i pasuron të gjitha këto virtyte, na jep një energji që ne pastaj të vazhdojmë edhe pas Ramazanit me energji shtesë, me një potencial të shtuar që të kontribuojmë në ngritjen e nivelit njerëzor, qoftë për veten si individ së pari dhe pastaj për familjen, por edhe për shoqërinë në përgjithësi. Nisur nga kjo që thoni, pre edukimit të fëmijëve në një moshë ndoshta më të hershëm, drejt rinisë dhe të gjitha fazave të jetës që i ka njeriu, vlerësoni se kemi një rini të shëndosh? Po, Eldita, me gjithë sfidat që i përmendëm më përpara, cila është rinia e së ardhmës sipas Islamit? Me gjithë sfidat që janë paraqit në kohë, si që i përmendëm edhe më herët, po unë shpresoj se së pari si mentalitet, si shqiptar, kemi vlera. I kemi pasur gjithmonë, si është çështja me familjen, si është respekti për të moshuarin, humanizmi, mirë po neve na duhet veç në ndonjë moment kur gjindemi para një rreziku, para një sprove, e gjejmë veten secili afër njëri tjetrit. Siç ishin momentet e para luftës, do thotë për një çlirim, ishim të angazhuar të gjithë. Pastaj pandemia na dha edhe një mësim se ne dim të angazhohemi, të bashkohemi për të arritur qëllimet tona dhe për të ndihmuar njëri tjetrin. Mirë po, kur jemi pak më larg këtyre momenteve sfiduese, më duket se pak sikur harrojmë, hutohemi. E vërtet. Dhe prandaj po e them se është nevoja edhe për të qenë një stimulues i brendshëm, i cili na mban në vetdije gjithmonë, do thotë se njeriu duhet të jetë për njeriu gjithmonë, për familjen gjithmonë, për veten, do thotë gjithmonë kërkohet nga ajo më e mira që kemi, nga ajka e mendimeve, potencialit që kemi, të japim për të mirën e shoqërisë. Dhe unë besoj dhe shpesh herë shohim raste të caktuara se jo vërtet kemi një rini të mirë dhe aq më tepër se secilën herë përshtohet interesimi edhe për vetëdijësimin fetar. Sot kemi xhamit e mbushura, madje nuk ka as vend ku të falet e xhumaja, aq shumë është numri prezant, por edhe gjatë javës, do thotë pothuajse çdo familje ka një antar që qoftë që falet, qoftë edhe nëse nuk falet në mënyrë të rregullt, biles paku xhuman, apo bajramin edhe si të gjithë e kemi bërë. Po vërtet është në shtim më sipër edukimi fetar dhe kjo t'jep ndjenjën se vërtet ai që e ka parim jetesën sipas rregullit fetar që ka qëllim kënaqësinë e Zotit dhe më të mirën për njerëzit, besoj që do të jetë edhe për vendin më i mirë dhe do të kontribuon në vazhdimsi për ngritjen e zhvillimit në vendin e tij. Unë besoj, gjithmonë jam optimiste dhe po shpresoj se edhe në këtë aspekt jemi drejt emancipimit të duhur. Faleminderit shumë. Po bëhet përpjekje në forma të ndryshme që qysh të moshat e reja diskutohet, trajtohen tema për rolin dhe rëndësinë e kujdesit ndaj prindërve. Duke ditur që tereni shpesh na tregon me storje të hidhura kur është fjala për kujdesin ndaj prindërve që nuk do ta dëshironte asnjë prind. Ju vetë jeni nënë e 6 fëmijëve, unë e 2 fëmijëve dhe secila prej nesh presim që fëmijët tanë nesër të kujdesen për ne, ose ne të kujdesemi për prindërit tanë nëse i kemi në jetë ende. Sa është rëndësishme kjo fazë e jetës e kujdesit ndaj prindërve? Kujdesi ndaj prindit është edhe një obligim moral, por në të njëjtën kohë edhe obligim fetar. Këtë na ka porositur Zoti në mënyrë shumë të ndjeshme, duke treguar pikërisht ato peripecit që ka nana. Zoti thot në Kur'an, kur urdhëron për kujdesin dhe na urdhëron që të jemi të ndershëm dhe të nderojmë, do thotë të kujdesemi për prindërit, thot e ka bartur mundim pas mundimi, që do thotë se ajo ka kaluar faza mjaft të vështira, siç është taxania, lindja, periudha pas lindjes është sfidë në vete, pastaj gjithënia, e lëra më që gjatë gjithë jetës prindi mbetet i preokupuar pikërisht me atë se çfarë dhe ku është fëmiu i tij. Dhe gjithmonë është shef fëmijë, gjithmonë është shef fëmijë, mund të ketë kur nuk moshohet prindi, siç thonë. Prandaj është
tetë e rëndësishme se sa herë na porosit Zoti në Kur'an, madje në vend tjetër kur e përmend që Zoti ka ndaluar ti bëhet shirk, pra të besohet diçka tjetër posti, menjëherë tregon dhe të jeni të kujdesur për prindërit, që do thotë se ai është shkaku i ekzistencës tonë. Pra është obligimi më i madh që ka një njeri është ndaj prindit. Këtë e konfirmon edhe fjala të dërguarit Zotit, kur erdhi një njeri dhe i tha, më trego se ndaj kuj kam të drejtë më shumti. Tha ndaj nanës, tha pastaj, tha ndaj nanës, po pastaj ndaj nanës. Të katërtën herë tha ndaj babës. Jo që baba ka më pak vlerë se sa nana, mirë po për vetë faktin që nana kalon përpeci shumë ma shumë se sa babai në aspektin fizik, emocional, do të thotë i ka vështirësit këto faza që përmendëm më lartë, dhe për shkak dobësisë, do të thotë është qenie më dobë se sa mashkulli. Prandaj është porositur më shumë se sa ndaj babës, pikërisht se njerëzit neglizhojnë në të drejtën ndaj nanës, e ke pa dhe kur dojnë diçka më arrit të baba, shkojnë i thojnë nanës, nana po i thu babit, kjo në të shumtën e rasteve se ka herë ndodhur dhe kundërta. Mirë po, rregulla vlen për të përgjithshmen. Kështu që vërtet është për të ardhur keq raste që ndonjëherë po i dëgjojmë. Dhe ajo fakti që po i dëgjojmë është më fatkeqësi se sa ajo që ndodh, se dikur po fillon të bëhet e zakonshme. Kur dëgjohet shumë për hapet, i ndihmon për hapje, sepse ne jemi popull që, siç thamë përpara, kemi diçka është nderi, respekti për prindin. Ndërkaq tani duke u parë raste, po dikur adaptimi më të keqen është fatkeqësi në vete. Dhe ato raste vërtet janë për të ardhur keq, sepse nuk ka një fatkeqësi më të madhe, një mallkim më të madh se sa fëmiu të mos i kthehet prindit me mirënjohje. Prindi është ai që jeton jetën edhe jep jetë. Prindi është ai që gjithçka sakrifikon për fëmijën. Nëse prindi ka qenë në një gjendje të sakrifikojë gjithçka, nuk ka në shprehje tek ai asnjë lloj përfitimi material, asnjë lloj zonje ose preokupimi tjetër në këtë botë përpos gjithçka që e bën për fëmijët. Pastaj marr një moment kur fëmiu të hek dorë ose për të arsyetuar se po kemi punë, jemi të angazhuar. Jo, kjo tregon se ka mungesë vullneti. Kur është vullneti, kur s'është vullneti, të gjitha rrugët mbyllen. Por kur është vullneti, gjendet zgjidhje për gjithçka më tepër për prindin që duhet të jetë më parsorë se sa gjithçka tjetër. Po them këto raste fal Zotit janë të rralla, por më shumë kam frikë se ato po shtohen, po përhapen dhe kjo pastaj nuk duhet të ndodhë sepse është po e dëmton institucionin e familjes të ruajtur ndër breza ndoshta. Gjithsesi kjo është ajo që vërtet është preokupuese. Sa bëni përpjekje ju përmes ligjëratave, qoftë në departamentin e grave, qoftë të fëmijëve, ose departamente tjera ekzistuese në Bashkinë Islame në Gjakovë, por edhe në nivel vendi, që të trajtoni këto tema që ko pas kohë njerëzit që vinë aty ta shohin ose t'ju rikujtojmë në një farë formë se të gjithë e dinë në një moment, por mund të dalin nga vetja atyre, që t'ju rikujtojmë se sa e rëndësishëm është ky kujdes. Ne vazhdimisht mbajmë ligjërata, shumica madje ligjëratave që mbajnë janë pikërisht për familjen, për etiken, moralin, sjelljen, obligimet ndaj prindit, ndaj fëmijëve, si duhet të jetë një edukim i duhur, si sa kemi hak ndaj prindit. Këto janë ka shumë ajete kuranore dhe thënie të dërguar që na mësojnë pikërisht për atë se madje edhe kënaqësia e Zotit është vënë nën kënaqësinë e prindit. Kështu që ka thënie të dërguar që thotë xheneti është nën këmbët e nanës, që ka për qëllim kur nana është e kënaqur me kujdesin e fëmijët, çdo punë shkon më mirë edhe te Zoti. Çdo punë e mirë e ka shpërblimin edhe në këtë botë, ke lumturi. Thotë Zoti në Kur'an, kush bën vepër të mirë do ta shpërblem që në këtë botë, do t'i japim lumturi. Pra një besimtar kur bën vepra të mira është edhe më i rehatshëm. Edhe lëre më që do ta shpërblem më të mirin, shpërblim pra më shumë se sa që meriton në botën tjetër. Dhe nëse mirësia është kulmi i lumturisë, siç e thon disa studime, njeriu më shumë të ndihet mirë kur ju bën mirë njerëzve. Vërtet lumturia është kjo.
Mirë po, si vjen në shprehje kjo kur atë shërbim që bojmë për mirë e bojmë ndaj prindit, ndaj atij që kemi të drejtë, kemi obligim më së shumti, kemi përgjegjësi më së shumti, është ai që na ka sjellur në jetë, ai që ka bërë gjithçka ka dhënë nga vetja e tij dhe ka sakrifikuar shumë për të na sjellur aty ku jemi, bashkë me të gjitha tjerët që kanë kontribu, porse prindi vërtet është ai që meriton shumë dhe kur ndoshta nuk mund të e japim atë çfarë ai meriton. Po e them edhe nga përvoja personale, sepse ndoshta dikush thotë lehtë është të thuhet, vërtet nuk është e lehtë të kesh një prind ndoshta në moshë më të thyer, sepse kur janë të ri të gjithë kujdesemi mirë, po kur është në një moshë të thyer vërtet bëhet më vështirë, por po e them prapë, kur është vullneti arrihet çdo gjë dhe ne gjithë kontributin tonë ndoshta shumicën në asaj që sjellim nëpër ligjëratat tona janë pikërisht ligjërata që kanë bëjnë me vëdësimin ndaj familjes, me vëdësimin ndaj kombit në raste të caktuara, ndata të caktuara, bëjmë organizime dhe ligjërata pikërisht për atë çfarë kemi në të mirën e përgjithshme, çka kemi përgjegjësi secili si individ. Po ashtu, do thotë për disa xhamia dhe në medresen e re që gjendet në rrugën Xheladin Hana, gjithmonë kemi këto trajtime të ndryshme, pastaj janë disa xhami që funksionojnë edhe në kuadër të departamentit të gruas, pra po flas për anën femërore mësimin, si dhe do thotë janë mësuesit ato që japin mësim në ato xhamia, pastaj kemi departamentin e të rinjve në Gjakovë. Ndërkaq edhe në gjithë Kosovën kemi një numër të madh mësuesesh, janë mbi 100 që funksionojnë në kuadër të Bashkisë Islame të Republikës Kosovës, duke u munduar që energjinë, potencialin më të mirën nga vetja të japin në vëdësimin e të rive dhe trejave tona që të kemi një të ardhme të sigurt në gjenerata që janë të pajisura me dije, me ambicie, motiv për jetën, për arritje të larta intelektuale, por në të njëjtën kohë të jenë të përmbushura edhe emocionalisht dhe të jenë të vetëdijshme për përgjegjësinë që kemi ndaj Zotit dhe ndaj shoqërisë ku jetojmë. Më thonë, gjithë ky rrugtim bie mbi shpatullat e gruas. Ta lind fëmin, ta rrit, ta edukoj, ta mësoj, ti lejoj ati ta bëj personalitetin e ti, prap t'ja kthej vëmendjen të dashuria ndaj fesë, ndaj virtyteve, ndaj gjërave të mira që mund ta presi në jetë, dhe krit në fund, natyrisht do ta pret edhe atë përkujdesje ndaj gjithë atij rrugtimi që duhet ta ketë fëmiu. Faleminderit shumë, zonja Violeta, u kënaqa me këto diskutime dhe gjithmonë duke menduar që secila grua të mendoj njëjtë kështu siç mendoni ju, në mënyrë që bashkarisht të krijojmë shoqëri e cila do të jetë shembull edhe për shoqëri tjera kudo në botë. Edhe ne shpresojmë kjo është ajo që për cilën ne derdhim mundin vazhdimisht. Urojmë që ta shohim vendin tonë siç duam dhe siç kemi dashur gjithmonë. Sa është rëndësishme të lexojmë, sa është rëndësishme të kemi parasysh leximet që thuhen edhe në libra fetar, por edhe lexime tjera të cilat lidhen me dashurinë ndaj leximit. Është e rëndësishme ta theksojmë atë që i pari urdhër në Kur'an ka ardhur lexo. Pra është një urdhër pa asnjë parahyrje, një urdhër brillant. Lexo, vetëm për të na bërë me dije se me lexim njerëzit ngriten dhe ngriten popujt, zhvillohen. Pra është urdhri i pari zbritur në Kur'anin që është mesazhi i fundit drejtuar njerëzimit. Thot lexo me emrin e Zotit i cili krijoi. Që do të thotë se leximi si lexim ka ardhur pa ndonjë kriter, nuk kemi urdhëruar se çka të lexojmë, por gjithçka të dobishme, por që këtë zhvillim, këtë lexim ta pasurojmë edhe me ndjenjen me ndjenjen e njerëzores, sepse po na e kujton Zotin, pra ato arritje që do t'i arrish, ti japësh ndaj shoqërisë në mënyrën më të mirë. Po e ndërlidh me këtë që unë vajzën kam që studion mjekësi dhe kur ka filluar këtë profesion i kam thënë nëse nuk je sigurt se do ta bësh në formën më të mirë, më humane,
më dinjitoze njerëzore, mos e nis fare, sepse jo vetëm ky, por çdo profesion e don edhe një ndjenjë të ndërgjegjësimit, sepse sot nuk vuajmë që nuk kemi arritje shkencore, por ndonjëherë kemi çalim në atë se si e fusim në funksion ose se si e zhvillojmë atë profesion që kemi, se si e japim kontributin edhe në mënyrë njerëzore, sepse është vërtetuar edhe shkencërisht se mjeku kur i flet pacientit mirë, e ndihmon, do thot i shton pozitivitetin dhe i ndihmon që edhe efektin e medikamenteve të jetë më produktiv, efekti të jetë më realizues në shërimin e tij. Andaj vërtet është mëse e nevojshme që ngritjen profesionale ta kemi të pasuruar edhe më anën njerëzore. Pastaj kemi thënie të ndryshme, i dërguari i Zotit thotë mësimi është leximi, mësimi është të bërë obligim për çdo musliman dhe muslimane. Pra për çdo njeri është i domosdoshëm, sepse vetëm kështu mund të përparojmë veten si individ dhe tjerët. Mandej është më rëndësi të themi një gjë që Zoti është betu pasha penën dhe atë që shkruan. Sepse pena, pra lapsi, simbolizon shkrimin, me shkrim njeriu ngrit veten, e transmeton dijen që ka, por në të njëjtën kohë edhe kontribon në ngritjen e shoqërisë. Kështu që vërtet kemi gjitha ato motive për ngritje intelektuale, por gjithmonë që të jetë mbështetur edhe me atë emocionale. Faleminderit. Ma jep edhe një dedikim për gratë, me që është dita gruas. Ma takon nga kjo studio t'i thrasim ato për gjërat bukura, ose t'i urojmë gjërat mira atyre. Gruaja është ajo që e gjallëron shtëpinë, në prezencë të saj gjithçka është më e bukur, madje edhe adhurimet ndaj Zotit. Edhe tash që jemi në muajin Ramazan, përgatitjen e iftareve, cilat ato ajo i bën vullnetarisht, se jo se është diçka e dedikuar vetëm për të, por se është ajo e cila e gjallëron edhe adhurimet për Zotin, por edhe jetën përgjithësi e bën më të bukur, ambientin në shtëpi është ajo që rregullon dhe jep shije vërtet. Prandaj duhet të jetë e adhuruar nga të gjithë, sepse ajo i adhuron gjërat më të mira të kësaj jete, e posaçërisht për familjen e saj. Faleminderit, shëndet. Faleminderit edhe juve. Ramazan të mbar në këto ditët tjera dhe gjithmonë diskutofshim në këto studio për tema të cilat promovojnë edhe edukimin fetar, por gjithsesi edhe ngritjen dhe vedijen e gruas në shumë sfera profesionale. Faleminderit juve, ishte kënaqësi si gjithmonë. Kemi përmbyllur këtu edhe këtë diskutim të dytin më radhë për këtë të shtunë, duke shpresuar që do t'jemi edhe të shtunën tjetër bashkë, natyrisht me tema tjera që lidhen me muajin e Ramazanit. Faleminderit që na ndoqët, nëna, graje, motra, kudo që jeni, urime edhe një herë ditën e gruas. Paqi, dashurinë e botës dhe qofshi të lumtura gjithmonë. Mirëmbëjtje.